Deputetja e Nismës, Xhevaire Ismaku, ka thënë se as sot nuk pritet të ketë ndonjë situatë më ndryshe sa i përket konstituimit të kuvendit. Duket se jemi në një fazë ku nuk do të ketë votim politik, por ende nuk do të votohet për procedura, nuk ka ndryshim apo vendimarrje të re, ka thënë Ismaku. Ajo u shpreh se po presin që brenda diskutimeve të brendshme politike, me pasin deklaratë në të ardhmen, që do të përfshijë diçka më konkrete. Diskutimet brenda subjektit ton politik vazhdojnë dhe për këtë çështje do të ketë një deklaratë nga Limaj në ditët në vazhdim, ka thënë deputetja Ismaku. Ismaku ju përgjigjet deklaratës së kryeministrit në detyrë Albin Kurti, i cili tha se nuk pati marrëveshje me Limajin për shkak se nuk mund t'i japin kryeparlamentarit një parti me 3 deputet. Sa i përket asaj që numrat përcaktojnë vlerën se duhet të jetë apo jo një autoritet në krye të pozitave shtetërore, unë personalisht e konsideroj se në Kosovë nuk kanë qenë gjithmonë numrat që kanë përcaktuar rëndësinë, por pesha që ka një lider. Zoti Limaj do të ishte përfaqësuar shumë mirë, pasi ka një autoritet përafrues në të gjithë skenën politike, ka thënë Ismaku. Sa i përket votimit të Albulena Haxhiut për krye parlamentare, deputetja e Nismës shtoi se është më e rëndësishme dhe me i dhënë vendit emra që kanë një dinjitet të përfaqësimit politik. Nëse do të ketë marrëveshje politike, ajo do të bëhet në tavolinë, jo përmes televizioneve, pastaj vendoset për emra të përveçëm, ka thënë Ismaku. Kujtojmë që kreu i lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti tha se është mirë që Limaj me Nismën është thyer në kuvendin e Kosovës dhe se kjo parti do duhet të ishte parti si motor me lëvizjen Vetëvendosje. Mandej Kurti thënë se Nisma me koalicion me AAK-n e ka ndihmuar partinë e Ramush Haradinajt që të kalojë pragun zgjedhor.